Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku siç njoftuam dhe ditën e djeshme, sot do të vazhdojmë me të njëjtën histori me një çift të ri nga Devolli i Korçës që fatkeqësisht janë divorcuar, por babai ka humbur kontaktet me djalin e tij 6 vjeçar pasi ish partnerja e tij, Elidona Keço, hakmerret duke penguar të birin që të takojë babain. Ndërkohë, Niko Keço ndodhet me mua në studio, unë menjëherë dua ta përshëndes. Niko, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, më shëoj gjithë. Sërish është dhe baba juaj Miço Keço, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit. Falenderoj edhe juristen Exhi Beqiri që e kam sërish ditën e sotme në studio, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, Odeta. Për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur përpara 24 orëve, çfarë ndodhi në këtë studio, unë dua të prezantoj një kronikë që gazetarja Klaudia ka përgatitur dhe rikthehemi në studio. Një histori familjare mbushur me dyshime dhe akuza të rënda vjen përmes rrëfimit të familjes Keço. Gjithçka nisi sipas tyre në momentin kur në jetën e çiftit u shfaq një person i panjohur që kërkonte nusën e djalit për ta marrë jashtë shtetit. Me 26 korik, në erdhi një person me emrin Valter Gjilolari. Në shtëpinë tuaj? Në shtëpinë time. Ky s'ka qenë. Vitin e kaluar. Ka qenë në Greqi. Ka qenë jo. në emigracion në Greqi, po? Po pengoj ati, thash, unë jam nga Korça. Po çfarë do, thash? Nuk e dinte që jam unë. Që lovi shansi që dolla si pyk atje. Edhe kjo nusja nuk e dinte, se s'ki që groja që edhe ajo që vetë në shtëpi. Ki fatë në shtëpi teme kishë bërë fjallë, me gronë edhe me qumën teme. Kishtë ardhur për nusën e djalit? Nusën. E frishat e mes të fshatit. Unë do ta marr nusën, tha, po mirë më i thaj me shoqë, do kur s'beka që ka e këtilë si po tha, thati, përse e do këte, thati. Unë e do të ndër jashteti me gjithë djalë, tha. Nusja e dajtë, ku e njohën këte, ku e njohën këte e vjitë, ku e njohën këte të palarë, ku e njohën këte indiot. Bjeri Miço Keço rrëfen se familja u vu përballë një kërkesë të pazakontë, ndërsa nusja kishte pranuar se nuk e njihte këtë person. Sipas tij, ajo kishte komunikuar më herët dhe ai shprehet i bindur se ajo kishte tradhtuar bashortin. Sa po e mësoi problemi që një person i panjohur kishte ardhur në shtëpi për gruan e tij nga Greqia vjen me urgjencë, Niko, dhe Jo, ajo atë person kishte lidhje. Normalisht që kishte lidhje sepse një person si e faktua ty dhe zbulua që ajo kishte lidhje me këtë? Faktuan sepse edhe unë pata kontakte me personin në fjalë. Ju e takuat personin në fjalë? Jo, nuk e takova, thjesht kam biseduar. E vërteta ishte që kishte biseduar kjo. Kishte biseduar. Siç e ka planuar edhe me pjesën e telefonit, siç e ka në rrjetet sociale. Në TikTok, po. Keço tregon se pas kthimit nga Greqia marrëdhënia ishte tashmë e dëmtuar rënd. Ai thotë se kishte tentuar të ruante familjen, madje edhe e kishte falur, por sipas tij tradhtia vazhdoi. Unë e fala se kishte një vjet që dohet të mbyte. Ajo e bën me vërtet një veprim të tillë. Do të thënë unë humba, do më çoj burri filan vend, po unë do bëj ekstrem. Për këtë arsye pastaj e fala. Por kur ju e falët vazhdoi jetesa. Po jetesa vazhdoi normalisht. Jo, ja të them unë. Domethënë çfarë ndodhi? Djali juaj e fali. Edhe e mbuluam. Këtë, u lidhme me t'jatin, me Gjemale, edhe e mbuluam për hirtë asë fëmije. Ky nuk u deshet, ta them drejt. Jo, e faljo po ja falë me tërë si familjen. E bëri këtë ka bëj falja për hirtë të fëmijës. Ai shton se për vite me radhë nusja jetonte në shtëpinë e tyre dhe u trajtua si pjesë e familjes, por sipas tij nuk tregoi kurrë për kushtim, as ndaj fëmijës. Në emisionin e datës 22 dhjetor, ai bëri thirrje ish bashortë dhe siktente djalin, një histori që vazhdon me akuza të forta nga njëra palë dhe heshti nga pala tjetër, ndërsa në qendër mbetet e ardhmja e një fëmije. E dëgjuam historinë, ajo që u trajtua ditën e djeshme në studion e emisionit Pa Gjurmë, ku fatkeqësisht një djalë i ri i martuar prej 7 vitesh me bashortë nënën e fëmijës, ajo e tradhtoi dhe u largua. Zoti Miço dhe Niko, dua t'ju them që koha televizive fluturon dhe nuk kemi shumë kohë në dispozicion, dua që të gjithë ato që keni për t'i thënë, të gjeni momenti për t'i thënë. Edhe, po. Ndalemi te 18 shkurti 2025 që nusja Elidona Keço 18 shkurt, iku nga shtëpia. Çfarë ndodhi? Shpora unë dhe jati. Pse e dërguat? Di pse shpora unë? Po. Për ditëlindje. Babi ka dalë lindja, tha. Po. Për sa vjetë u bëjtë atë, 61, tha. Po mirë, babi s'ka. Po dalë lindja bëjdo 5 vjetë, ose 10 vjetë. Nuk jam dakord me këtë. Te babai vjetë sa herë që ke mall dhe ajo vajza juaj sa herë vjen. Atje do dilnja. Me jetë atë thashun kjo varë që pas familjeve, thashun. Se unë kur kam dalin e marrë fëmija andej, qupa që ku vjen, vit për vit. Që 27 korike kam unë, daline. 29. Po me gjitha ta të shpjethash. E unë e shpura dhe jati. 2 javë. E këpotën. 2 javë. Por pse?
ishit ju si vjesht që e caktoni sa ditë do rrinte nusja te babaj? Jo, nuk e cakton të babi, por thjesht do me thënë vajte për një avë di si gjithmonë. E di Pastaj përse? thoshe dori akoma, pra Hyrje plane data kishte. që kjo merrte një ndihmë 47.000 lekë. Ekonomike. Fëmijët, po. Po. Edhe kur hyri data 2 mars pasaj, me 18 ku a gjë në fund shkurtit 10 ditë, edhe 2 ato 12, edhe për 2 ditë vinte e shtuna e djela. Ato 10 ditë e ka 10 ditën e parë të muajit. Që du të firmoste, e Vinte kuptoj. firmën edhe ky, edhe ai. E qartë, e kuptoj arsyen pse ajo do rrinte aq ditë. E kuptuam, po. E thashë, kështu e kështu, thashun, ke përvën firmat atjetër, pa da do vit të marë, do rje një atër ditë. Si ma të tate këtu, thashun, doli aj, pa është me tate, nuk komunikon dot me atë. Pse, çfarë kishte Krushku? Po i Ish Krushku. ajo do përdor atë, thot, çaj thonë më, atë zakon që kanë ata. Kanuni. Kanuni, këtë dje kanuni. Po ta përdorte kanunin në vetë, ishte kaq njëri me sekër, edhe njëri me kanuni se e kanë si shprehje ata presione, Odeta, se këta njëse të presioneve, e si përbale me faktet e me jetën. Ja për atë një ndodhi që edhe ajo i pari, thash, në i valtet Ka njësë të Gjilolari nga presioneve. Korçë. Se edhe kjo ditona, nusja ishte nga zona e Veriut. po pikërisht me nga Bureli nga Gërman. Quba Gjemal Dedjas. Gjemal Dedja është invalid, është me nkjam, e invalid e me kartel. E se do kush. Në gjithë zonë Le më e do se do s'na bjedër mend në I gjënë. thash në gjykatët në Korçë më fal, të marrë dëshmimtar nga Bureli e nga Korça. Po që Se unë ka është përpar- Po çfarë Çfarë ndodhi? ndodhi? Po na shpjegoni situatën, çfarë ndodhi? Nusja nuk u kthye më? Pritë. Ti fole me Krushkun, po. Thash unë, për 2 javë lam se do ver ato firmat atje për të marrë atë. Po. Asistentën sociale. Jo do të mbajë, tha, gjerë kur tha gjerë ka shinjeri. O, thash unë, po gjerë marrë, thash unë, gjerë ka shinjeri. Po më ka shinjeri ta si e prapë, se zakonisht vetë, kur fundi prillit shkonte ajo, se ata e festuak shinjë shumë atë, Po. shinjerin. Festën e- Ata Po. për si feste, kështu në fakt. Po. E nga ere shpja, do fund të prillit e shpinja unë. E para erë që i ku në shkurt ajo. Se e priste ky, I kishte ka paru për paracaktuar. gjera që Ju po thoni që aja nuk iku për ditëlindjen e babait, po Ishte iku para- për... Jo, Tuar, thosh po, atë kishte linjën e parazukas. zvejnë, thosh. Njerëzit Ne e kur bëmë dobët. linjën e shpi, që di që ajo. Babi, më fal pak, babi. Niko, Babi, më fal pak një sekond, babi. Na i sqaroj Niko më mirë, Më fal, çfarë ndodhi? Baba juaj e çuaj e Po, dërgoi tek njerëzit e paaftë, Odeta, ti bjem pak shkurt se këto janë gjëra. Njerëzit e paaftë, e pa logjike, e që ikin kundër familjes, e kundër vjerit, e kundër burrit, e thjesht përdorën sigur atë fëmijën për ndihmë ekonomike. Këta njerëz kështu veprojnë. Këta s'përballen dot, as me fjalë që thonë, as me faktet, as me jetën, as me asgjë, nuk përballen. Po çfarë ndodhi? Na shpjego. Çfarë ndodhi me nusën tënde? Nuk ka qenë në kontakt edhe Nuk e di jati, të mori jati e shpaqet. çovi në E durrë. shprito një minutë. E shpura unë, si po teme dollë këto që thash. Po. Para 2 minuta. Thash unë, jo nga shinjeri i them këti. Tashi, jo po fundja letëria ja trakardit, e po mirë. E lashe 3 ditën. U bënë nga 12 ditë, u bënë një 17-18 ditë. Bënë 19 kur më merë për telefon, vetë kjo më mori për telefon. Nusja. Nuk, e më thotë, nuk do vi me ati e datë shpijë, tha unë, po i thoi edhe ati mos vita që unë kam marë urdhën mbrojtje. Urdhër mbrojtje. Urdhën mbrojtje ati dhe liber. Po tërë me thëshën, i përgatiti kartat, se si ki bërë kartat akoma, hyrë në gjyrdin, gjesa i përgatiti ato, mirë për në të nabin edhe mend dhe shkretit, në shkon dhe mendja këtu. Se ju Kërkuar urdhër mbrojtje. Atje, po si me, Edhe e mori urdhrin e e mbrojtjes? mori, 6 muaj. Prandaj unë këtu E mirë, priton një minutë. E mori urdhën mbrojtje, mirë, po tërë me thëshën, këtu në Korçë, vajta dhe se po gjukat. ma habit, u pajis me një urdhër mbrojtje kur Niko ishte në Greqi, Po, dhe ajo ishte te dere babait. pikërisht ajo bie ndesh me fjalët që thotë, se njëherë thotë Unë bili, jam fjali mungesa e greqiko- burrit dhe njëherë thotë pastaj unë kam pasur dhunë. Dalë të në gjellë vjerë, punë, se unë e di që jemi gjera atje që të na marrë zoti që sot më s'na lerë gjallë, për rita që e ratë. Jo, mo ti marr ata babi, ne jemi me drejt, pse ne? Edhe, mori unë bojtje kjo, vajta pas e korë, gjukatët, zura 2 avukate, avukate e mori atë sekretare, që e ka me Brisilda Sejli, Brisilda Xebi. Po, Brisilda Xebi. e ka ajo sekretarja. po. Edhe i thote, si është punë këti problemi, thote. E po, shumë tha, qarë të bëjmë, tha neve, tha. Po si për qatë bëne, që e ka marrë të urdhën mbrojtje, i thanë këta. Është e vërtet që e ka marrë urdhën mbrojtje, keni mori- parë ju? mori Po, për të mori pyet, urdhën se po, merr Po të shumë juve, letra. një minutë, juve keni qenë në gjyq, ju ka pyetur? Jo, kjo më vjen çudi shumë, Ka marrë urdhën mbrojtje pa patur dieni fare juve. paf. Jo, na po, lajmërova, fare unë. lajmërona. E Ju lajmëruan lajmëruan vetëm një që rast. duhet shkonit. Një rast me lajmëruan. O, mos Në gjej. seancën gjyqësore ishit juve Në present? datën Jo, 18 kur e mori Ja, ajo prit. nuk u kemi qenë. Prit babi një sekond. Ka qenë data 13 mars, e shpurin 18 unë isha në Greqi. Po. Edhe u lidha me babi më thotë kështu. E gjeta numrin të sekretares, edhe kam folëm, ka qenë data 11 mars a 12 diçka ti. Më thon datën 13 është gjyqi.
Unë jam filan vend, i thash, nuk munde. S'ka problem, ma bëri shumë të thjesht. Mirë thash, kur të bëhet tjetri lajmëron. Se e dija që bështë edhe gjyqi dytë, që të miratohet, aja është e vërteta apo jo. Në datën 13 unë kam dalë nga Greqia, kam erdhur në Shqipëri, nuk arrita dot aty, i kanë Maltëzi. Me idenë që kur të më lajmërojnë, ti më afër në Maltëzi, nga Ulqini. Në datën 18 kur e kam miratuar gjykata aty, këturin e mbrojtje që kërkovja ajo, unë s'u lajmërova fare. Unë e kam marrë vetëm kur merr disa letra nga përmbaruesi që më edhe në shtëpi kur e lexoj data 18. Dhe pe vrisi ameni, për çfarë syes më lajmëruan? Do të thënë këta i bën me marrëveshje të gjitha. Ajo të kishte akuzuar për dhunë. Dhunë Një minutë tani duhet Për të dhunë shpjegoj një gjë, psikologjike. se kemi duhet që ta dinë të tjerët. Edhe nëse ju ka ardhur ai urdhër i mbrojtjes, ju keni pa të drejtën ta ankimoni atë gjë. Po, nuk Kështu që e kishte desha këtë ta drejtë. ankimoja unë, për arsye se pse tash ta ankimoja, të kërkoj një djalin, apo të zgjidh një hallet Jo, të tjera, apo të ankimimi ai ka punoja. qenë një urdhër mbrojtje që ju të mos afroheshit me E ka denoncuar për dhunë psikologjike, jo fizike, dhe është pajisur me këtë urdhër mbrojtje. Si e dëgjon policia e Burrelit kur të gjithë ata më kanë thënë këta janë me kartelet të pafte. Si ka mos si gjykata e Dibrës, ja jep kësaj femre urdhër mbrojtje për 100.000 lekë, mos e prish gojën, për 100.000 lekë, edhe shkatron mua, babin, nënën. Si ka mundësi kjo polici në Shqipëri, që se kontakton me policinë e Vullit apo të Korçës, kur një njeri ka jetuar x vite filan. Po të thjesht në në majtë të malit Në tjetër, kohë unë që au marr pajisur me informacion. urdhër mbrojtje, na i shpjegoni, jetonte me partnerin e saj apo ishte ende te babai? Në momentin që e mori unë e mbrojtje, shkojti me këtë direkt. Brenda Në marsit. momentin që kam ardhur mbrojtje fillimisht, nuk e di më gjëra atje. Ne e marrë vesh pas 5 muaj e marrë vesh. Që ajo bashkëtonte me një person Ne jam e tjetër. kam me dimi dhe jatit, Borrell. Shkot Borrell e ktheu 7 herë kemi vajtu. Ju e dinit që ishte ke babai vet, Po. edhe pse mori urdhër mbrojtje, ndërkohë ajo bashkëtonte me dikë tjetër. Po, bilema jo më thosh mua. 5 muaj ishte kjo histori. Bilem, ato muajt e parë që më dilte për telefon, më dilte sa hapte telefon të lafosha me lëna, e më sonde ideale këtë. Fëmija më luqe, më baba haj me merë. Ajo jam mbyll dhe telefon, fëmijës. Dhe kjo është një fatkeqësi, por bëjmë një shkëputje, bëjmë shkëputjen e parë, kalojmë në një këshill mjekësore dhe rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi rikthyer në studio të dashur miq dhe ndërkohë me atë që tregove i dashur Niko dhe zoti Miço, le të themi undat përfundimisht dhe ju drejtuat gjykatës të bëni divorcin. Po, ju drejtova unë në prill ka qenë. Kur vajtë 21 prill. Babi, prit një sekondo, babi, po të flatë sa. Ka qenë data 21 prill, kur më thaj ditë në henda ko e djali, mora i makinë, mora babi, e shkojta. Nga data që ajo iku nga shtëpia juaj në 18 shkurt të 2025-s, deri kur ju drejtove gjykatës për divorc. Po, ka qenë 22 prill kur ju drejtova gjykatës. Po, si bie 2 muaj më pas. Datën 21 prill. E takoje djalin? Pikërisht, bisedova me këtë më thaj takoje, ditë në hen. Po. Shkojta në Burrell, shkojta në policia që të respektoj një urdhën e mbrojtjes. Policia s'bëri asnjë gjë, ajo pastaj tha jam Tiranë, jam këtu, jam aty, nuk e takove djalin. Jo, se kemi të. Ditën tjetër ju drejtova pastaj që të kap avokatin që kërkova që të bëjë divorcin edhe kujdestarinë e fëmijës gjithmonë. Dhe ndalemi tek divorci. Çfarë vendosi gjykata? Se kujdestarinë ka lënë nënës. Problemi qëndron diku tjetër sepse kjo Elidona është pak kështu që beson fjalët e bukura edhe të mira, edhe është ky personi që ka hyrë në këtë jetë. Ju e keni me gruan apo me partnerin me ish gruan apo me partnerin? Gruaja do të mbaj përgjegjësi për disa gjëra, por edhe shumë se nuk u di. Personi gabuar është ky. Ky e përdor këtë dhe kjo e përdor këtë. Ja ti përdor të bijën. Se po ngre akuza të rënda dhe për partnerin e saj. Akuza shumë të rënda ngre. Si ka musit më dalë fëmija mua, që është ajo nënë tash që kam bërë telefonu unë asojt edhe djalit tim që të flas unë, gjerë vjetë fliste çuni jem, edhe deri kur kishim kontakte, deri në korrik të këtë viti, ka qenë maj edhe prill, e thoshte babi më merr, ka me fotot e djali këtu, që ka sytë nxira. E ja ka marrë telefon, aje më ka sharë mua, edhe gruaja atje zgërdishe, prezent djali me 10 herë. Ban përgjithësi kjo grua. Si e konsiderojnë juve këtë grua të logjikshme, të ditur, të zgjuar, familjare? Teksa ti flisje me djalin telefon? Pikërisht. Partneri ja ka marrë telefonin djalit? E më ka sharë mua, i kam e këtu, i kam denoncuar Po telefon e soja më. Në praninë të djalit. Telefon që kam blerë unë. Edhe numri që kam këtu, unë e kishte ajo, se kishte me kontratë, po ja mora, kalova në përdorin vetë, para një muaj gjysmë. E ke denoncuar në polici këtë person që të... Në Durrës, në Vilishtë e në Korçë. Korçë pata incident me të. Çfarë ndodhi? Ndodhi diçka atje, thjesht ka ca fytym domethënë, po e bëra për pjesën e djalit, për pjesën e babit, më nën. Kush është ky person? Ku më joti ky mua, që më shan mua? Plus edhe i vllajtit, personi që ri Greqi. Me fjalë më banale, që unë jam mashkull si kam përdorur në jetën time ato fjalë, nuk i kam përdorur. Ku më joti mua, nënën, motrën, baban? Kush ma futi në jetën time këta mua, me telefon tim? Kush është ajo grua, mirë që trallton, nga që është e pafte, pa mundur, edhe ja jep telefon atij që të më shaj mua edhe kjo të zgërdit më krah. Ja këto,
Kur djali ka thënë babi më merr, ndoshta i kanë në WhatsApp, babi më merr, edhe babit i ka thënë, lise kanë mundimin ta sillën, po na kanë sharë, na kanë kërcënuar. E kur i shaj unë pastaj personalisht ata, më thonë janë na shavi. Po çfarë ti them unë? Ti them mirë bet, faleminderit. Mban përgjithësi kjo grua, që e përdor këtë fëmijë kështu. Mban përgjithësi ky person, kush është ky? Që u fut në jetën time. Niko, çfarë vendosi gjykata? Mund të më thuash pak? Jam kundra me psikologën aty. Atë që bëtë... Ti je kundra vendimit të gjykatës? Që bëtë fjalë me atë... Të shkallës së parë. Por çfarë vendosi gjykata që ti je kundër? Gjykata u bë 5 gjyqembër, zonja Odeta, ajo nuk u paraqit asnjëherë. Por çfarë vendosi në fund? Kujdestarinë e mori nëna, ndërsa ju të drejtat e takimit dhe detyrimin ushqimor. Nuk në rregull e ta mbaj gruaja kam thënë, po ta kishte ti emën, ti ishte aftë, ti kishte shtëpi, le të vazhdonte jetën. Po nuk mund ta pranoj kur i kemi faktet që gruaja është me këto problemet e veta. Pavarësisht mos i kishte këto probleme. Ti nuk je dakord që atë kujdestarinë. Ti kërkon që të marrësh kujdestarinë e djalit. Sigurisht. Po trautovi njeriu zonja Odeta, e tërbotën taketën. Tradhtia nuk dënohet. Unë e barazoj me 0. Nuk dënohet, pavarësisht se është një veprim shumë i rëndë. Absolutisht, por nuk ka dënim për tradhtin. Po s'ka dënim për tradhtin. Por aman, një grua që tradhton nuk do thotë hiqet kujdestaria e fëmijës, ë? Është për dal quhet. Quhet e kjo. Është e paaft, ka marrë ndihmë për paaftësi. Po mirë ja shpimin e shpimin e kopshit, po atë kur do të. Ato ilaçe që ka ajo, babi që është 70 e ca vjeç, nuk ka përdorur aq nitën e tij. Zanexhi, ke një koment? Ja. Kërkon të marrë kujdestarinë e djalit, duke ditur se ajo nuk e respekton as vendimin e gjykatës. Si ka mundësi? Psikologës janë mbylli 4-5 herë telefon, se më tha psikologi herën e parë, çfarë tipi ka qenë? Po i shik një agreshiv, thosha, unë më thoshta, hajde, vinja këtu ik, e gjërat. E psikologja më tha një herë po ashtu bë. 4 herë kishte mbyllur telefon psikologës, nuk të përgjigjem, nuk të njoj kishte. Derisa në momentin jam mushi mendjen. Deri në momentin e fundit tha psikologja që ajo tha që nuk punon dot, po s'punon dot, i thashun, se unë. Në fund u lot një Në fund e vuri pasaj që është në marrëdhënie pune nga ora 8 në. Nuk justifikohet njeriu me një ditë punë apo me një. Nuk justifikohet dot. Sikur ta marrën të mirë qenë, po çfarë do nxjerr ajo? Do të bëj vizitë atje. E kuptove qartë. Pe shurat të mbathura. Si po djalim si do rritet me një person kur më ka sharmuar gjithë fisin, nuk ta konfliktin në hapur, nga momenti në moment. E imagjinoni. Si do rritet fëmia? Jemi njëri, më falni sekond. Kur ai e ka gruan e tij të shkëlqyer sot, se kam marrë informacion të gjitha unë, ka 3 kalama të rritur nga 15 vjeç. Një grua të shkëlqyer, po ti shaqe rregull tha hy, e kishte mbajtur gruan e tij. Si ka mundsi do mbaj djalën tim ai? Për çfarë arsye do? Këto debate, Niko, të më dëgjosh pak, këto debate dhe këto që thoni ju pretendimet tuaja, këto janë debate që i bëni ju në familjen tuaj. Por në shtet, në shoqërinë tonë ka shtet dhe ka ligje. E drejta e saj për të bërë një zgjidhje tjetër ekziston, nuk është e detyruar si thua të ty pyesi juve, ose të mbaj parasysh çfarë mendoni juve, por një grua e mençme e ditur, edhe kur bën një divorc, kur bën zgjedhjen tjetër, është shumë e kujdesshme, duke respektuar më përpara të drejtën e fëmijës që të rritet në mënyrë të shëndetshme, fizikisht, psikologjikisht, edhe pranë babait, emocionalisht, e tjerë, të ketë kontaktet e vazhdueshme me babain, prandaj dhe nuk hedhin, si thua, balt mbi babain e fëmijës, në mënyrë që të ruhet imazhi i babait dhe ai ta ketë dashurinë për babain, ashtu siç ka dhe dashurinë për nënën. Pra, edhe zgjedh njeriu që do respektojë në rast të parë fëmijën, sepse është fëmia i saj, ashtu siç është dhe juaj, dhe pasaj dëshirat e vete, gratë e mençme. Po në këtë botë, bota është e shumë llojshme, ka lloj-lloj tipash. Kështu që ka dhe gra, ashtu si ka dhe burra, që shikojnë thjesht interesin e vet, ose thjesht pëlqimet e veta, thjesht instiktet e veta, dëshirat e veta, dhe nuk marrin parasysh sa duhet interesin e fëmijës, megjithse kudo flitet në ligj, në kodin civil, në kodin e familjes e tjerë, interesi më i lartë është interesi i fëmijës. Po kodi familjes zogjësisht. Mbasi kalon kjo. Njeriu ka të drejtë në gjyq të paraqisë të gjitha pretendimet e veta. Nëse nuk je dakord me konkluzionin që ka bërë një ekspert psikolog, i cili ka dhënë ndoshta mendimin mirë është të rri me nënën. Ju e gjykoni nuk është mirë që të rri me nënën, sepse nuk ka njeriu e dur me të cilin ai bashkëjeton. Jo, edhe kjo nuk është në gjendje. Janë dy arsye të forta. Edhe kjo se keni pretendime, po, për maman e fëmijës që nuk është në gjendje, qoftë fizike, qoftë mendore, s'ka të ardhat e tjera, të gjitha këto pretendime
i ke këto të drejtë ta thuash ato në pretendimet e tua për aktin e ekspertimit, dhe në fjalën e fundit që keni ju përpara se të mbyllet procesi gjyqësor dhe të jepet një vendim i caktuar. Tani ju do thoni që nuk mi mori parasysh këto gjëra. Mirë është që gjykata të furnizohet me të gjithë argumentet e duhur, me të gjithë provat e duhura. Edhe se çfarë është ai personi tjetër. Ja një minutë. Edhe se cili është ai personi tjetër, keni të drejtë ti paraqisni pretendimet e tuaja duke thënë që nuk kam besim që pikërisht ai është njeriu i duhur që të qëndrojë pranë djalit tim, sepse nuk ka edukimin e duhur, është njeri që është i dënuar, është implikuar në vepra të ndryshme penale, të cilat paraqesin rrezikshmëri për jetën, shëndetin mendor dhe fizik të djalit. Pra të gjitha këto pretendime thuhen përpara gjykatës. Në qoftë se gjykata e ka çmuar që këto nuk janë një argument i mjaftueshëm për t'ia hequr të drejtën e kujdestarisë mamas dhe për t'ia lënë babait, pikërisht ju, atëherë përsëri mbas një vendimi gjyqësor ju keni të drejtën që ta nkimoni në gjykatën e apelit. E keni apeluar? Po, pas 5 vitesh. Po, do ta pas 5 vitesh. Dhe në qoftë se, domethënë, edhe në qoftë se, domethënë, edhe me gjykatën e apelit nuk do jeni dakord me vendimin e saj, keni të drejtën në gjykatën lart. Tani cili është problemi? Gjatë kësaj kohe që zhvillohen proceset gjyqësore, që mund të zgjasin edhe 2 vjet, edhe 3 vjet, për shkak dhe të ngarkesave të ndryshme, ka vendime të ndërmjetme që merren që në gjykatën e shkallës parë, që kanë të bëjnë sidomos me regjimin e prindërimit, kanë të bëjnë me detyrimin ushqimor, sa duhet japësh për fëmijën, njëkohësisht dhe me të drejtën e takimit, sepse nuk do të presë, që ata mbaroj se nuk po e them vetëm për ju, po dhe për të tjerë. Njëkohësisht që ka të bëjë dhe me të drejtën për të atakuar atë fëmijën. Tani, nëse është marrë një vendim i ndërmjetëm, ose dhe që në këtë vendim është e përcaktuar se do të atakoni ju fëmijën tuaj, dhe ajo nuk e respekton, ju keni të drejtë, domethënë që të shkoni në përmbarim dhe nëpërmjet përmbarimit të kërkoni ekzekutimin me detyrim të çdo vendimi të ndërmjetëm që është marrë, pikërisht për mënyrën se si do e takosh fëmijën tuaj. Këtë do ta bëni më një herë. Këto i bëra me njerë, në gjykatë unë paraqita të gjitha. Unë jam fizikisht i fortë, unë punoj si Shqipër, si Greqi. Babi, maman e kam, shtëpinë e kam. Djali shifej si ka qenë para një viti, shifej si është sot. Djali sot është në rrezik. Atëherë ju dyshoni. Kur ta marr ta shesi ai person ose ta nxirri në durrës që të lypë, a rendo kujtoj gjykata, policia shqiptare. Rëndësinë e duar kësaj gjëje. Mirë, unë do bëj të pamundur që të telefonoj Elidonën, ta kemi të zërin e saj. Unë mund ta le fëmijën tim, në atë gjendje që është, edhe ashtu siç e mësojnë ata, s'mund ta le e për faktin kur ky njeri ka historikun e keq, ka prishur familjen e vet. Ky njeri ka qenë i dënuar. Ky njeri më ka sharë gjithë fisin mua në sy të djalit tim. Qa pretendon dikush që ky fëmijë si do rritet, si do zhvillohet? Vetëm i tregojë mua Elidona Keç, ajo Elidona Dedja, e bie Xhemalit, që ka qenë me gjithë të mirat, të më tregoj vizitat e djalit ku i ka bërë. Shokët e shoqet e djalit. Edukatore që ka. Fola me edukatore në Durrës, më tha 4 ditë e solli dhe s'ka bërë as pagis asgjë. Kam 2 dëshmitar unë, data 21 kur më provokovi ky personi, kam 2 dëshmitar në Korçë. Gjykata s'pranonte për çështjet e këtilla familjare tha. Po bëj qëllim për djalin tim, thash unë, e zojmë psikologe, sepse sa që njoh unë djalin nuk e njeh ti. Kam 2 dëshmitarë, që ky personi mori një shofer 20.000 lekë që erdhën deri në Tiranë. Nga Tirana erdhën në Durrës. Pra nuk kam para, dhe ti thuaj... Kam edhe ditë që më mbajti policia në Korçë bashkë me të personin. Jo, le ta marr brenda. Në mes të policisë, djali ka kërkuar ushqim. Mami dua ushqimi, ka thënë, po picat i ka qef, se gjithmonë e nxini, unë për sufllaqe. E i tha nuk u kemi lekë, në mes të policisë. I kam me dëshmitar, me kamerat e i ka thënë nuk u kam lekë, i ka marrë dikush bukë aty. Si do ta mbajnë këta djalin tim? Po si do ta mbajë ai djalin tim, kur unë djalin po kërkoj? Nëse situata është kështu... Po pikërisht pra i kam thënë gjithë. Edhe nuk i mori parasysh gjykata. Gjykata e di, edhe pse... Mirë, kalojmë në një shkëputje dhe të rikthehemi, kalojmë në reklama dhe rikthehemi sërish. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq dhe tani regjia do bëj gati që të marrim në një lidhje telefonike, të kemi Zilen e Elidonës, të kemi dhe zërin e saj në transmetim, sa regjia të bëhet gati, do të pyes Niko, kur e ke takuar për herë të fundit djalin? Djali ka qenë data 21 tetor tani. 21 tetor, e ke takuar. Me psikologën që u bë ajo intervista me djalin dhe bashkë me ata. Që bën do vi me filani thash, sepse nuk ecën dot vetë ajo sekundi, se do një mbështetje gjithmonë kjo Elidona. Po s'do ndonjë provokim. Po bie Zilja, të kemi edhe audion e plot në studio. Uroj dhe shpresoj që Elidona të na ketë ndjekur. Si? Përshëndetje. Përshëndetje. Me Elidonën desha të flisja? Po.
Faleminderit. Alo, Elidona, përshëndetje. po si e? Jemi live nga një studio televizive në Report TV, ku ditën e sotme ish partneri juaj. Ka mundësi mos më bezetish më telefon të lutem? Kaq. Jo, unë dua të të bëj një pyetje, pse ky baba nuk ka kontakte me djalin? E mbylli. Psikologë s'ka besoni juve. Sa mund të komunikosh O jam bërë psikologë 4 herë. Psikologja thotë punon. Edhe për shkak kjo do fundë, unë i tha 80% që ne fëmijë. Ditën që erdhi ai gati shenja, Po. ku i tha, atë mos e shoh të vij atje, tha, se na S'kish lidhja, se ne me frikë. psikologja i tha babit e mamas, ikim, ne respektojmë ligjin. Ligjet e vendit shqiptar. Zani Xhip, edhe kjo nuk është normale. Pra i bie që ky baba pas ka të drejtë. Po të thash ata mbyll vetë, atë kam thënë një tjetër. Jo të gjithë që vinë në këtë studio kanë të drejtë, ë? Lem ta marrë fjalën. E pe kurdollia jote? E ai ishte. Ai që u përgjigjet ti në partner. Ai ta mbaj dalin ti sa Nuk i njënej me njerëz të thjeshtë, jemi njerëz. Ai ta mbaj dalin tim. tim. Ne drejta po na ja kokën. Ka të drejtë ai ta mbaj dalin tim, thjesht një fjalë dua nga ju. Ka të drejtë ai ta mbaj dalin tim. Jo, njerëzit që divorcohen, se divorcet ndodhin, vazhdojnë një jetën dhe pa dyshim që Ale më për një ta poshtë fëmijë porta jo pas vitit do njishte me një djalë, si unë të njihej pas vitit. Mos ta kthejmë kafene, po. Si t'na i futë thiki pas shpinë, ajo që është nga Bureli me kanune, me ligje, a jati, po ta respekton të ka shkanunë, nuk e mirë të ta shpinte në ky burë, në ky shkalen fëmijët e ti, e ka një grua të shkëlqyer. Ky, që ka ishte dënuar. Shiko, nuk është argument ai ti. Argument është që ju thatë Ajo nuk zbaton vendimin e dënuar. Po s'mund ta mbaj fëmijë. Është problematik. Kto mundet ta bindin. Dhe mbi të gjitha që bashortja jote, ai ka vënë atë në pozicionin e dur që po ky e përdor këtë Elidon, nuk kupton, ky e përdor këtë. Kjo na intereson edhe. Sa ajo mund ta zgjidhi dhe ai e ka lënë për mejton. Kur i kalën 3 të tij, këtu është fjala. Po shkot, djali jon po ngel nuk e diskutojmë në këtë plan. Po ngelen mbrapa nga çuna kemi Zonja Nexhi, a e njihni ju atë person? Po tani e njohëm pra më ndodhi historia. Tani ka marr. Ky. Tani historia, e njohëm. Domethënë e njihni ju personin konkret. Rënjë degë, rënjë. Tani kur ndodhi partneri. Jo, tani kur do. Nga i fshat tjetër. Nga i fshat tjetër. Po të njohim dhe domethënë për këtë ndoshta dhe janë të Zonja Nexhi, ajo që unë arrit të kuptoj është që fshat vetë e keni njohur e keni marrë. Babi, më ai serove kod mohabet e thellë. Babi s'ka problem. Do ta dëgjoj zotin Miço sa ka ardhur Enkas për çm pjesë e kësaj studio dhe është dita e dytë. Babi ka të drejtë se i sqaron. Që jemi në transmetim dhe po edhe shumë gjatë nuk është e nevojshme. Mirë, se s'kemi kohë televizive. Zonja Nexhi, ajo që unë arrit të kuptoj është që ky baba në të gjithë dy emisione. Po, për dy ditë daj mua bëshpiceme. Po mos ta egzagjerojmë, mos ta çojmë në kërcënime kaq të rënda, nëse situata është vërtet kaq alarmante, policia duhet të marrë masa. Por të lutem, Niko, mund ta mbyllësh telefonin se jemi në transmetim. Zonja Nexhi, ajo që unë po kuptoj që të bëjmë dhe një përmbledhje është që ky baba nuk i respektohet vendimi i gjykatës së shkallës së parë që ky nuk është dakord fare me atë vendim. Ajo nuk ja lë të takoj djalin, vetëm një herë ja ka lënë që e ka takuar tani në tetor dhe ky baba që çdo javë ka të drejtë takimi, nuk e takon dot djalin dhe nuk ka asnjë informacion ku ndodhet djali i tij se e ka bllokuar në rrjetet sociale. Dhe për të gjitha situatat që ky baba tregon që është një nën me probleme, që nuk punon, me një partner të rrezikshëm, kërkon kujdestari. Në të tilla situata si duhet veprohet? Ka kërcënuar familjen. Edhe ky personi që doli në telefon tani, që unë se një afare kush e ti, unë dua djalin tim, ka thënë, më ka kërcënuar, më ka sharr. Ju më dhat numrin e personit apo të Elidonës? Ishte i kësojt ai numër. I Elidonës, por u përgjigja ai në fillim, e qartë, e kuptova. Me telefon që kam bler unë. Me telefon që flet e kam bler unë. Me telefon e soja. E para një herë, Odeta fakti që përgjigja ai në numrin e telefonit të gruas, të ish gruas të Nikos që është në studio, do thotë që ai ka në kontroll total. Gjithçka, është përpjekur të më ketë edhe mua në kontroll. Ai nuk respekton as të drejtën e partnerës, se tani ndoshta s'kan bërë akoma martesë ata, as partnerës dhe tani me të drejtë ta shqetësojnë se si mundet ai tani tjetë tolerant dhe të respektoj, ose tjetë, si thua, në nivelin e dur për të respektuar dhe të drejtat e djalit të fëmijës së vogël 5 vjeç. Kështu që ka të drejtë që shqetësohen aq më tepër që kanë dyshimet e veta që ai është i dënuar dhe ka sjellje jo korrekte e tjerë. Kështu që në këtë kuptim ka të drejtë. Tani shqetësimi i tyre shkon shumë i madh, për faktin se faktikisht bashortja, ndoshta nën presionin e tij, ose ndoshta nga inati i vet, ose si thua nga gjithë rrethanat që janë të përbashkëta ato që sa po the. Po, janë disa, atëre ajo i bën presion dhe nuk ja jep për të takuar. Qose në vendim janë caktuar ditët
që duhet të takoj djalin e vet pikërisht Nikoja, atëherë do shkoj me njëherë ke përmbarimi dhe në polici të denoncoj që ish bashkëshortja e Nikos nuk respekton vendimin gjyqësor të gjykatës së shkallës së parë të Nuk e gjem dot. Pra për pengimin e ekzekutimit të vendimit. Policia e gjen sepse adresat janë prandaj po bëjmë publike. Ka një emër që zgjuaj të dëgjojë. Një sekond, policia e Durrësit, e Bilishtit edhe Kurrelit nuk e gjen dot. Çdo qytetar e di. Do më thënë, duhet a di, se kështu është normalisht. Bilis kam premtuar me të madhe këta në fushatën elektorale, që çdo adresë, më fali minun, adresa e secilit duhet jetë e monitoruar. S'kan adresat asaj. E qartë, ju dyshoni për këtë gjë. Mirë, bëjmë një shkëputje të fundit të detyrueshme, kalojmë te prostatori dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer në studio dhe jemi në minutat e fundit televizive edhe gjatë kohës së reklamave. Zoti pikërisht Miço dhe Niko janë duke diskutuar me juristen Nexhi Beshiri për të gjithë problematik për djalin e tyre 6 vjeçar që nuk mundet ta takojnë. Nuk kemi kohë, ma beso për këtë gjë, jam drejt fundit. Një mesazh i bën thirrje ish nusës së Lidonës, jam e sigurt që është me partnerin duke na ndjekur. Këtë mesazh kam për atë unë. Ajo ta gëzoj jetën sa më mirë me atë. Unë ta di se ti jap 100.000 leka muaj për muaj asoj. Vetëm djalin dua. Është mesazhi më i qartë dhe më i rëndësishëm që një gjyq 100.000 leka t'jap unë. Ose. Tjetra, e dyta. Le të vito ti ma shpi me gjera bilisht, ta kemi në këndon... Nuk e dua ma për atë bati. A ju fëmi... Pra, je gati të pagosh dhe shpinë e qeras, vetëm do kesh një pinafër. Vetëm ta ketë... Është qartë një gjysh që bën. Edhe gjyshi... Niko, mesazhin e fundit, të lutem. Miço, ja, të gjejmë mesazhin. Mesazhi është përpik institucioneve, po pikërisht për ato. Këtë person duhet ta gjenë edhe këta e muaj të ballafoqojmë në gjykatë, të dënohet kjo, të dënohet unë. Për ato që ka bërë. Uroj që ai ajo gjë nëse ju keni presione, shantazhe nga ai, kërcënime e tjerë, uroj që duhet denoncuar dhe tjetër do të them një fjali Odeta që çdo 6 muaj ka të drejtë secili ka të drejtë të paraqesë një kërkesë padie në gjykatën e rrethit gjyqësor për të ndryshuar një vendim që ka të bëjë me kujtestarinë e fëmijës, me detyrimin ushqimor dhe me regjimin e premtërimit. Fakti është që do presi gjithsesi të shqyrtohet në apel, meqense e ka çuar në apel këtë gjë. Po duhen dhe të japë dalë vendimi. Por uroj që zëri i këtyre të dëgjohet nga studio emisionit Pa Gjumë dhe institucionet le të themi të bëjnë verifikimet e duhura sepse gjithë situata është për atë fëmijë 6 vjeçar që të jetë i sigurt. Të falenderoj zoti Miço që të pata në studio, faleminderit zonja Nexhi, Niko ne do mbetemi bashkë në kontakt. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët, takohemi sërish bashkë, ju e dini, çdo ditë live ora 16 në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.